sot me ne. Përshëndetje, kënaqësi. Atëherë, po fillojmë me lajmin e fundit, ky që Irani thuhet se ka shkelur armëpushimin. Si e pat fillimisht zotëri Gecaj, me qenë se mbrëm Trump vetë se e mori si të kryer këtë punë dhe tha se tashmë e quajti në fakt si lufta 12 ditore dhe konsideroj si të përfunduar. Çfarë do thot kjo pas një njoftimi të tillë të Trumpit? Në fakt duke si një lajm optimist për ngjarjet që po ndodhin atje, por me njëherë pas kësaj deklarate të zotit Trump kishte edhe një deklaratë dhe qëndrim të Iranit, i cili në mes rreshtash dha të kuptohet që kjo nuk ka përfunduar dhe se kjo marrëveshje nuk është përfundimtare. Dhe kjo është me vetë faktin që po kjo është diskutu, por ne nuk kemi nënshkruar asgjë. Dhe kjo nuk kemi nënshkruar asgjë, shpeshherë në diplomaci kuptohet si refuzim i asaj apo si një drejt për të rezervuar një veprim në të ardhmen në bazë të situatave që mund të zhvillohen në terren. Prandaj personalisht për mua nuk ka qenë shumë e pritshme që do të realizohet deri në fund ajo marrëveshje, ndonse nga pikpamja edhe diplomatike, po edhe ushtarake në këto faza kur fillojnë luftimet të këtilla dhe janë zhvillohen me këtë ashpërsi si që u zhvilluan këto ditë në mes të Izraelit dhe Iranit dhe anën tjetër Iranit dhe SBA-ve, janë disa momente kur diplomacia mundohet me shfrytëzuar si momente të përshtatshme për të rinisë një dialog dhe një bisedim në mënyrë që këto domet mos t'jenë të më të mëdha dhe ana tjetër të shfrytëzohet momenti që mos shkohet në eskalimin e gjendjes dhe vështirësimin e situatës më tutje ku do të vinim në një situatë ku do të ishte edhe më vështirë që të rinisë dialogu dhe të fillohet ky dialog. Por me gjithë këto tentativa të SBA-ve për të shfrytëzuar këtë moment, Irani është ai që ka vendosur që të mos e zbatoj atë marrëveshje dhe ta thyj marrëveshjen, prandaj edhe ka ardhur deri te kjo që Izraeli sërish ka filluar me sulmet ndaj Iranit dhe unë mendoj që kjo tashmë do të vazhdoj edhe me një valë të re të sulmeve të mundshme në mes palëve, duke mos përjashtuar këtu as edhe SBA-n, por të shpresojmë që mas një vale të re gjokrat do të fillojnë të ftohen dhe të kuptohet situata reale, t'i jepet edhe një mundësi e re dialogut. Zotri Abazi, po ju si e pat gjitha këto cilat ndodhen, i përmendi Dorantina qysh në fillim, u shkel një marrëveshje e cila deri diku u tha se arriti. Mikun tim të vjetër, ushtarakun Po dhe njëherë? Sulejman Abazin. Abazi, zotri Gecaj, po ju përshëndet, thot që keni mikë të vjetër. Nina nderuar që jam sot këtu në këtë panel bashkë me të, jemi pa shumë kohë. Na vje mirë që rastisë të takonin me zdi. Në telefonin tim nuk ju shikoj në studio, nuk e di. E kjo, po do të kesh mundësin ta gjesh më pas edhe në YouTube edhe atje do të takosh. Mirë që në këtë panel ju kemi bërë bashkë. Mundësi e mirë. Jo, dëshira për të parë drejt